Kryeministri tha që do forcojmë kodin penal. Kush e tha këtë? Kryeministri. Autokrati, se ky është një autokratuc, se është autokrat ky, po kjo është një band mafioze që komuniste që është e ktheu Shqipërinë në vitin 45-46. Kjo është një band hajdutësh që qeverisë Shqipërinë. Dhe që e ka bërë drejtësinë, e ka futur në shishe dhe e lironit i jep oksigjen sa herë që do qefi atyre. Jo, zotëri, jo. Nuk është kodi penal ai që duhet ndryshuar. Duhet ndryshuar komplet kjo reformë kriminale, e ashtu kjo reformë drejtësi. Duhet hedhur poshtë dhe duhet goditet ligji 7501 dhe ajo programi që u la, ai program i ndyr antikombëtar që u la Ramiz Alia me zbatimin e Katovicës. Aty buron gjithçka, zotëri. Qytetarët shqiptar kanë letrat, të lutem, qytetarët shqiptar kanë letrat e pronës. Se gjyqtari sot që vra për pronë. Qytetarët shqiptar kanë letrat e pronave që në vitin 25-26 në regjistrimin kadastral që është bërë. Përse zotëri nuk u jep prona që nga me atë dokument që në momentin e parë, kush je ti? Pra janë këta vrasësit e gjyqtarit. Është banda komuniste në pushtet, vrasja e qytetarit. Është partia, është rilindja e Edi Ramës që e vrau gjyqtarin. Nuk e vrau një dorë, ajo ishte dora, por fakti i shkaku dhe shkaku themelor që u vran gjyqtar është rilindja shqiptare. Avokat, Partia Komuniste. Më thuaj edhe diçka të lutem, e para dështimi i sistemit të sigurisë në gjykata, që autori hyri me pistolet, edhe e dyta njohja juaj me të ndjerin. Shiko, unë kam bërë gjyqje me të ndjerin, para 6 muajsh kërkova shtyrjen e një date, sepse kisha një përplasje. Ka 6 muaj që nuk mora përgjigje, nuk e di qa është vendosur atje. Qa ka vendosur e qa ka thënë, se duhet isha njoftuar për këtë punë. Megjithatë nuk është ky, si të thosh, problemi themelor. Problemi themelor është që gjyqtarët janë ngarkuar aq shumë sa nuk ka ku shkoj më, nuk mund të punojnë, është e pamundur. Nuk bën brenda një dite të bësh 8, 9, 10, 12 gjyqe, ti si do i bësh këto gjyqe brenda një dite. Si? A mund t'i mbash mend të tëra çështjet e të gjithë qytetarëve dhe t'japësh zgjidhje? Avokat, po pistoletën si e futi? Këtu dua ta mbyllim tek sistemi i sigurisë. Nuk e di. Ne jemi avokat dhe kontrollohemi me hollësi kur hyjmë në dyert e gjykatave, në sallat e gjyqit. Jemi avokat. Tani që ka hyrë ai atje dhe si ka hyrë, kjo është çështje që nuk më takon mua. I takon organeve të sigurisë, i takon policisë shtetit, i takon strukturave të posaçme që merren me atë punë, që nuk e kanë kryer detyrën, ose që kanë lënë me dashje të kaloj, nuk e di. S'mund ta them atë. Ajo do hetim të hollësishëm. Avokat, të falenderoj shumë për të gjitha komentet dhe opinionet tuaja që ndahet me publikun tonë për këtë çështje të rëndë që uroj të jetë e fundit. Inshallah qoftë e fundit, por një thirrje do t'ja bëj edhe një herë ambasadës amerikane. Zotëri amerikan, vini dorë në Shqipëri, se Shqipëria është vulkan që do shpërthej nëse pas nesër. Do shpërthej, sepse ligji Katovicës dhe reforma në drejtësi kanë vrarë drejtësinë në Shqipëri, po vrasin shqiptarët, po vjedhin shqiptarët, po dëbojnë shqiptarët nga Shqipëria, po vjedhin shqiptarët, pronat e tyre, prandaj vini dorë. Zonja ambasadore Nancy, po të drejtojmë personalisht, vini dorë në Shqipëri, po ju them. Faleminderit. Faleminderit ju, avokat.